Vdekja nuk është thjesht një histori apo një ngjarje e cila rrëfehet, po është vërtetësia të cilën të gjithë ne e presim. Pra nuk ka dyshim se çdo njeri do të vdes, nuk ka dyshim në këtë gjë. Edhe kjo vdekje është vërtetësia të cilën ne të gjithë jemi duke e pritur. Por e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë do të marrim me vete. Profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e saktë, të vdekurin e pasojnë e ndjekin tre gjëra: familjarët e vet, familja e vet, të afërmit, wa maluhu, pasuria e vet, dhe punët e tij. Dy prej tyre kthehen dhe mbetet vetëm një. Pra kur shkojnë me varros, kthehen familjarët. Pra familjarët nuk futen varr bashkë me të. Kthehen të afërmit dhe familjarët. Dhe po kështu pasuria e tij. Dhe mbetet me të, pra mbetet me të në varr, në vetminë e varrit, në errësinë e varrit, në qetësinë e varrit, mbeten vetëm punët, veprat e tij, çfarë ka bërë në jetën e kësaj bote. Dhe ato punë pastaj janë në ardhmën e tij. Kështu që ajo e cila mbetet me ty në varr është namazi yt. Është sadakaja jote, është zakati yt, është agjerimi yt. Është bamirësia ndaj prindërve, është fjala e mirë me prindrit, është shërbimi i mirë ndaj prindërve. Dhe po kështu janë lotët të cilat i ke derdhur për të madhin Zot subhanahu wa taala përpara agimit, nëse je çuar. فلا لهو يثنيه عن سيره